të personalitetit dhe në interes të dinjitetit njerëzor që në kushtet që Shqipëria tash t'i japësh një kontribut në politikë. Jam shumë i gëzuar dhe ndjem shumë mirë tek Alianca Kombëtare Shqiptare, aq më tepër që zonja Elena Kocaqi është një zonjë, një pedagoge që karrierën e saj e ka krijuar jashtë politikës, ka dhënë një kontribut shumë të vyer si historiane dhe kjo është shumë e rëndësishme që në të njëjtën kohë t'japësh dhe kontribut në politikë. Fushata ka qenë e vështirë, e bukur, por edhe e çuditshme. Ku kandidon vetë? Unë në Tiranë. Tiranë kandidon. Për çfarë ke mbaruar, çfarë profesioni ke? Atëherë, unë kam mbaruar në Itali, jam ekonomist, kam mbaruar specializime për menaxhim strategjik dhe mendoj se mund t'jap kontributin tim politik, sidomos në fushën ekonomike, e cila nga partia jonë mund të themi me plot gojë që merret dhe si një prioritet për të ardhmen e Shqipërisë, sidomos nëse ne pretendojmë që të futemi dhe në Bashkimin Evropian. Më jep një koment për partitë tradicionale. E fillojmë me opozitën, pastaj mbyllim me socialistët, me partinë më të madhe. Shiko, unë që të dy, qoftë pozitën, qoftë opozitën e madhe, në thonjza, nëse mund ta themi, e konsideroj të njëjtë, sepse janë figura që e kanë dhënë kontributin e tyre, qoftë të drejtë, qoftë gabuar, pra janë konsumuar, janë figura që kanë bërë dhe shumë dëme, jo vetëm për shtetin shqiptar, por për gjithë kombin shqiptar, dhe që është e çuditshme sepse në këtë fushatë elektorale paraqiten si alternativa të reja, me premtime të reja, por ndërkohë që janë gjithmonë politika e vjetër, dhe politika nuk është që të kapësh një karrige dhe mos ta lëshosh më kurrë. Politika është që në maksimumin e shprehjes së vullnetit gjatë një aktiviteti politik, t'i japësh mundësi dhe të tjerëve për të mirën e vendit. Pra në këtë aspekt unë e shoh fushatën elektorale si shumë të çuditshme. Por në të njëjtën kohë mund të them që ka qenë eksperjenca më e bukur e jetës time, sidomos komunikimi drejt për drejt me qytetarët. Politika aktuale e ka humbur totalisht komunikimin me qytetarët. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të flasësh direkt me qytetarët, sepse jo vetëm arrin të kuptosh realitetin, por është dhe mënyra më e mirë që mund t'japësh kontributin politik. Kam një pyetje për të dy, e vijmë bashkë Odeli dhe kaloj të zonjën Kocaqi. Shumë njerëz mund t'i bëjnë pyetjen vetes përse duhet të votoj një parti të re, e cila në fund të ditës do marrë shumë pak mandate dhe nuk do të jetë e zonja të imponohet partive të mëdha për të ndryshuar realitetin. Atëherë, partia mendoj që nuk është çështje sasie, po është më tepër çështje cilësie. Dhe politikës shqiptare realisht i mungon qytetaria. Ne jemi një shembull qytetarie, dhe i ftoj të gjithë zgjedhësit shqiptar që në radhë të parë të shikojnë njerëzit, prejardhjen e tyre, edukatën, qytetarinë, profesionin që kanë, sepse unë me shaka i them edhe njerëzve që kam takuar në rrugë, që është njësoj si kur do ta japësh vajzën për ta martuar diku me një djalë. Pra, para se ta japësh, do pyesësh, në thonjza, se nuk është se jepet, po do pyesësh që çfarë backgroundi ka djali, çfarë shkolle ka, çfarë përgatitje ka. Mund të themi shumë të fjalë bukura, po nëse ne nuk kemi dhënë shembullin që kemi ditur që të jemi profesionistë, kemi ditur që të japim kontribut, atëherë është edhe shumë e vështirë që të japësh dhe kontributin politik. Kocaqi, një pyetje kam dhe për të. Pra në lidhje me? Përse duhet një qytetar të votojë një parti të re, e cila në fund ditës ndoshta nuk merr shumë mandate për të imponuar dhe për të zbatuar pikat e programit të saj? Qytetarët duhet votojnë madje urgjent kundra dy partive të mëdha, nëse nuk duan që ose nëse duan të japin fund të tranzicioni, pa përgjegjshmërisë, një shpërdorimi të financës publike, varfërisë, dëbimit të rinisë e të gjitha. Nuk ka, me Sali Berishën dhe me Edi Ramën, je në të njëjtën statu quo. Nuk ka ndryshim. I vetmi ndryshim janë e reja që po vjen. Dhe tek e reja që po vjen ne jemi një nga ato të reja të pastra që Shqipërisë të paktën do t'i duaj vite me i ardhë, dhe në momenti që i ka ardhë, duhet ta mbaj, sepse unë jam shumë strikte në ato gjërat që bëj dhe të cilat kanë në fokus Shqipërinë. Dhe ne synojmë në këtë rast që të shkundim sistemin e vjetër, dhe sigurisht që këto zgjedhje janë pikërisht për këtë. Qytetarët duhet votojnë masivisht kundër Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike dhe të votojnë për të ren me qëllim që në zgjedhjet që mos të lejojmë këto dy të vjetra të bëjnë më qeveri, pra të kenë 71 deputet, me qëllim që vendi të shkojë edhe ndoshta në zgjedhjet parakohshme të shpejta dhe të krijohet një maxhorancë e re politike. Nuk ka vendi të ardhme më me Edi Ramën dhe Sali Berishën. Kocaqi, linja
ideologjike e partisë tuaj është e majt apo është e djathtë? Pra ju besoni që duhet një shtet që ka teza të majta, më shumë ndihmë sociale, më shumë taksat e të pasurit, I kemi të dyja të përfshira, çfarë? sepse ne jemi parti që kemi si Pra socialdemokracia po? është qendra. Kemi si synim interesin e çdo qytetari. Qoftë interesin e pronarit, qoftë interesin e biznesit, qoftë interesin e njeriu që s'ka. Sepse një njeri që e do vendin e tij, e shet çdo qytetar me dashuri. Po të gjithë nuk i plotson dot. I plotson. Si plotson? Si? Ja, ta them